Të nderuar shikues, të studiosh jashtë vendit është një dëshirë e shumë studentëve dhe shumë nxënësve. Për të na treguar pak më shumë rreth studimeve jashtë vendit, pra për përvojën e saj, ne kemi ftuar në studio Arta Istrefin, master në zhvillimin ekonomik dhe analizat e politikave. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe në programin e mëngjesit, Arta. Mirëmëngjesi, mirë se gjej. Kemi zgjedhur që të flasim për studimet jashtë vendit. Edhe kemi spjeguar ty, meqense se ti e ke një përvojë të bukur sa i përket studimeve jashtë Kosovës. Me siguri që ata të cilët e kanë në mendje që të studiojnë jashtë Kosovës, shpeshherë e gjejnë vetëm edhe pa përgatitur për një sfidë të radhës. Na trego pak më shumë si vendose ti me studiu, cila ishte arsyeja e studimeve jashtë vendit, Arta? Në fakt, unë qysh nga pas përfundimit të shkollës së mesme kam pas interesim të studioj jashtë vendit, mirë po fatkeqësisht të studiosh gjithë fakultetin nuk ka pas mundësi për të marrë bursa dhe shpenzimet shumë të mëdha jashtë vendit më kanë pa mundësu që të vazhdoj ose të filloj fakultetin në një vend tjetër jashtë Kosovës. Kështu që kam përfunduar fakultetin ekonomik në drejtimin banka, financa dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Pastaj gjithmonë ka qenë synimi im që të shkoj jashtë vendit për të vazhduar studimet e më të tjeshme të magjistraturës, ku kam hulumtu shumë bursa dhe fatmirësisht besoj që kam pasur privilegjin ta fitoj bursën më të mirë që quhet Chevening, është bursë që jepet nga ambasada britaneze në Kosovë, ku vitin që unë kam shkuar kanë qenë vetëm 2 persona nga gjithë Kosova që kanë pas rastin të marrin këtë bursë. Ka qenë jashtëzakonisht konkurrencë e madhe. Është dashur që të kalosh teste, përgatitje? Patjetër, për gjithë studentët që po na shikojnë që mendojnë me shku jashtë vendit, mos ta mendojnë që vetëm të dërgojnë një aplikacion dhe të shoh fatin, sepse fati shumë është i ndërlidhur me punën që e bën, kështu që duhet të paktën një 6 muaj që të fillohet hulumtimi, dihet se çka dëshironi saktë të studioni dhe pastaj të punoni në atë drejtim. Për shkak se fatkeqësisht nëse mund të flas për Universitetin e Prishtinës, pa marrë parasysh që kam përfundu fakultetin me një notë mesatare shumë të lartë dhe kam qenë fituese e bursës 2 vite me radhë në Universitetin e Prishtinës. Megjithatë, nuk është se përgatitemi për treg të punës, nuk është se kemi logjikën shumë mirë të zhvilluar për të shkruar esej ose për ditë me sqaru atë çka ndoshta ne e mendojmë. Për shkak se shumë herë është e rëndësishme se të kuptohet pyetja, domethënë të kuptohet ajo se çka kërkohet prej një universiteti ose prej një burse dhe jo domosdoshmërisht një mendim që e ke që nuk ndërlidhet me atë pyetje ta shprehësh. Kështu që unë kam aplikuar në disa bursa, është interesant që ndoshta janë disa bursa që ipen në një numër shumë më të madh, por nuk janë pranuar dhe kanë marrë bursën Chevening. Kështu që është gjithashtu e rëndësishme që të mos dëshpërohen nëse refuzohen, për shkak se ajo është një mësim shumë i mirë që të kuptosh ose të paktën të analizosh se çka ke bërë gabim dhe të përmirësosh në një bursë tjetër, qoftë edhe në një vit tjetër. Cilat kanë qenë gabimet në hapat e parë? Ta kemi më qartë? Po, gabimet janë në përgjithësi, domethënë se si të ndërlidhet studimi paraprak ose puna paraprake me atë që do të bësh në të ardhmen. Gjithmonë po i referohem për bursa, për shkak se është e rëndësishme që të ndërlidhet ajo mirë, që një komitet vlerësues ta kuptoj që ti si një person i ri, me të vërtetë e kupton qartë se ku po shkon. Edhe pse është shumë e vështirë ta kuptosh vetë programin, unë edhe vetë kam pas probleme ndoshta që e kam lexuar të gjithë programin, i kam lexuar të gjitha lëndët dhe kur kam shku në Angli, jam befasuar me shumë ndryshime. Për shkak se është shumë e vështirë pa e përjetuar me kuptu paraprakisht edhe me thonë po unë këtë e du për këtë arsye dhe me sqaru shumë qartë. Edhe ajo mendoj që është çelësi i suksesit. Kështu që edhe me majt një linjë, domethënë mos me tregu se në Kosovë fatkeqësisht kemi shumë generalista dhe pak specialista. Dhe kjo është një problem që nëse fillon me tregu që kam punu kështu, kam punu diçka që nuk ndërlidhet njëra me tjetrën, atëherë bën konfuz edhe komitetin vlerësues dhe është shumë e mundur që të refuzohesh. Sepse si student, pas përfundimit e ke përshtypjen që nëse e ke notën e lartë mesatare, pa dyshim që kanë me të pranu sepse je student i dalluar. Mirë po,
Për shembull, po e tregoj rast konkret Chevening, është një hulumtim që duhet ta bësh një ese të gjatë të pyetjeve se çka ke bërë në Kosovë që është cilësuar si leadership. Dhe unë kam pas rastin të punoj në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, si këshilltare politike e ministres në vitin 2011 deri në vitin 2013, dhe gjatë asaj kohe, për shkak që nuk kishim mundësi me mbledh të dhënat për çështjet e grave në Kosovë, për organizatat jo qeveritare që merren me çështjet e grave, më lindi ideja që ta bëjmë një odë ekonomike të grave, ku kish me qenë si amblem e organizatave jo qeveritare tjera. Dhe pas bisedave me ministrën, kam shkruar një hulumtim të vogël për formimin e dhomës së grave që tash njihet si G7. Kështu që ajo është edhe sot funksionale, edhe domethënë ideja ime që të zhvilloj diçka të tillë që të shtyj përpara, që pastaj është marrë edhe në cilësinë e presidentes së Kosovës, besoj që ka qenë një shtytse e madhe për komitetin vlerësues që të konsideroj si diçka që kam lënë prapa. Domethënë edhe tash në Ministrinë e Tregtisë mbahet çdo vit çmimi për gruan ose gruan afariste të vitit, ku domethënë është cilësuar si mënyrë e mirë për të stimuluar gratë në biznes. Dhe unë pastaj e kam ndërlidh punën që kam bërë në Ministrinë e Tregtisë me fushën që kam zgjedhur për magjistraturë. Dhe të gjitha këto i kam shkruar fillimisht, domethënë në letër sipas pyetjeve që janë tregu, dhe më pastaj kemi pas edhe intervistën dhe testin e gjuhës angleze që nga Chevening kërkohet IELTS, ndërsa nga Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkohet testi TOEFL. Po, me qenë se arti e ke provuar këtu, edhe pastaj ke kaluar në Britaninë të Madhe, në të fakultetin e ke këtu, mandej masterin ke vazhduar atje. Edhe prapërsisht e din se si funksionon sistemi i arsimit në Kosovë, sistemi i arsimit në Britaninë të Madhe. Besoj që ka dallime të mëdha. Po, për mua ka pas dallime jashtëzakonisht të mëdha. Edhe Britania Madhe është shumë e madhe sa i përket universiteteve dhe besoj që ka lloj-llojshmëri, të paktën unë kështu kam dëgjuar nga studentë që kanë studiuar në universitete të tjera. Mirë po, Universiteti Nottingham, ku unë kam përfunduar magjistraturën, ka qenë jashtëzakonisht kërkues prej studentëve. Domethënë kemi pas 9 provime gjithsej për një vit. Ka qenë program i ngjeshur, program 2 vjeçar që është dashur të përfundohet për një vit. Vështirësitë e mia kanë qenë në gjetjen e burimeve të ndryshme, për shkak se në Kosovë nuk është kërkuar asnjëherë që të merren shumë mendime. Nëse ke një pyetje, një ese që të shkruash ose një përgjigje që kërkohet në një test me shkrim, zakonisht gjithmonë janë të referuara në bazë të librave të cilat e kemi marrë, mirë po asnjëherë nuk është kërkuar nga ne që të lexohet hulumtime rreth asaj teme, sepse gjithmonë konsiderohet që burimi i një libri nuk është i mjaftueshëm që të tregohet se ke njohuri për atë temë. Dhe kur kam shkuar në Angli për një test ndoshta që nuk ka qenë edhe me notë, ne është dashur të lexojmë të paktën 15 hulumtime të ndryshme dhe secili hulumtim ka pas nga 30 faqe që ne është dashur të përfundojmë brenda një afati 3 ditor. Dhe për mua kjo ka qenë e pamundur se mendojsha me veten si mundet me lexu njeriu gjithë këto faqe brenda 2-3 ditëve. Mirë po janë teknika të cilat njerëzit që kanë studiuar në Evropën perëndimore vetëm i kanë tejkalu, për shkak se konsiderohet që në magjistraturë vetëm i din ato nga fakulteti, se si që thuhet skim through ose që të lexohet shumë shpejt dhe të merren informatat e sakta përmes atij hulumtimi, jo të lexohet ndoshta çdo rresht dhe çdo fjali dhe të kuptohet shumë qartë që ndoshta ne jemi mësuar të mësojmë në Kosovë, dhe kjo më ka konsumuar shumë kohë dhe shumë stres. Derisa jam mësuar që të lexoj, domethënë vazhdimisht hulumtime të tilla dhe të kuptoj që të mësoj se gjithmonë në hulumtime është ana pozitive dhe negative, që një grup i autorëve referohet për një temë që beson se është e vërtetë dhe një grup tjetër që beson që nuk është e vërtetë. Dhe ti si student duhet me kriju aftësinë që me balansu të dy palët dhe me tregu ndoshta nga cila anë mendon ti që është e vërteta. Është më mirë kjo pozitive apo kjo negative dhe tregon që ka ndoshta më shumë peshë për arsyet që i liston. Dhe
kjo ka qenë ndoshta pakës ma e vështirë për mu që të di, sepse për atë arsye është shumë e rëndësishme që të lexohet tepër, se nëse ke zgjedh vetëm 2 hulumtime, 2 burime të ndryshme, mundesh shumë lehtë me gabu se cila është e mira, mirë po nëse ke më shumë informata për të njëjtën burim, atëherë të krijohet edhe mendimi më i qartë. Unë kam pas... Gjithçka ka shkuar shumë shpejt, studimet kanë qenë intenzive. Po. Besoj që ka qenë vështirë, sepse me lexu në gjuhën shqipe edhe është problem nëse ke jashtë shumë materiale, e lemo në gjuhë të huaj. Po, e vërtet edhe ne kemi një fat jo të mirë, kisha me thënë në Kosovë që studiojmë në Universitetin e Prishtinës, për shkak se nuk kemi asnjë lëndë në anglisht që do të, ose ndonjë fushë stimuluese që kish me ndihmu ndoshta studentin me qenë shumë i përgatitur në gjuhën angleze. Fati im ka qenë që gjatë kohës së studimeve kam ndjekur shumë programe jashtë vendit, që kanë qenë universitete verore, për shembull në Itali, pastaj një gare biznesit në Austri, dhe këto kanë qenë një nismë e mirë për mua që të kuptoj se si duhet të bisedojmë me studentat e tjerë, ose të lirohem në aspektin e gjuhës edhe të folurit, po edhe të shkruarit. Megjithatë, prapë se prapë Britania e Madhe njihet për gjuhën e pastër që ka angleze, dhe që është tjetër nivel nëse vetëm studion në një gjuhë tjetër në krahasim me një program pak më të shkurtër, që edhe ashtu nuk është se fritjet janë shumë të mëdha nga një student që të dihet një gjuhë, që të flitet një gjuhë akademike. Po. Arta, llojin e bursës së cilën e ke fitu ti ka qenë i plot për studime plota, apo të është dashur që në ndërkohë me pas një part-time kështu punë me arrit me mbulu qëndrimin atje? Sepse disa nga bursat në biseda me studentët të cilët përfitojnë këto bursa, në disa biseda shpeshher ata ankohen edhe përkundër faktit që kanë fituar një bursë të plot, standardet e vendeve të ndryshme dallojnë, disa janë më të larta dhe e kanë problem që ta përballojnë jetën përgjithësi. Po. Bursa Chevening, po të paktën e di edhe për Amerikë, TLP, që është një program zakonisht e bën matjen e standardeve se ku jeton. Domethënë edhe bursa varion. Nëse jeton në Londër, patjetër që duhet të kesh pak një buxhet më të lartë dhe këtë ta ofron bursa. Nëse jeton në një qytet jashtë Londrës ku cilësohet jeta pak më e lirë në aspektin financiar, atëherë merr më pak para. Unë mendoj që në secilin vend mundesh patjetër me jetu pa asnjë problem me bursën që e merr të plot, mirë po si student kuptohet që kemi dëshirë gjithë dalim pak më shumë, edhe nuk është se ta mrin alkoolin edhe jetën e natës shumë mirë, kështu që ata të cilë din me menaxhu mirë buxhetin, besoj që janë mëse të mjaftueshme. Për shembull, unë kam pas një bursë prej 1000 funta dhe kam jetuar në Nottingham, pastaj gjithmonë kemi marrë edhe një buxhet shtesë për fillim, që quhet Welcome Allowance, ose një shumë e mirëseardhjes në një shtet tjetër, pastaj të paguhet bileta e fluturimit nga vendi yt në vendin ku do të studiosh, kështu që mendoj që të gjitha gjërat janë të menduara shumë mirë. Bile dhe përgatitja paraprake nga bursat që i japin, po flas pra po i referohem Chevening, kanë qenë jashtëzakonisht të dobishme, për shkak se mendoj që Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një të përbashkët që përbëjnë shumë nacionalitete. Edhe quhet në anglisht cultural shock, ose një shok i kulturave të ndryshme. Ne jetojmë në një vend që fatkeqësisht ose fatmirësisht nuk kemi pas rastin që të bashkjetoj me njerëzit me ngjyrë. Dhe unë personalisht kam pasur 2 cimere me cilat kam jetuar, cilat kanë qenë me ngjyrë. Kështu që edhe ajo ka qenë një eksperiencë në vetë që të mos reagosh, të mos bësh asnjë sjellje që e lën dikë me kuptu që ndoshta je racist. Sepse s'ka të bëj kjo me racizmin, është thjesht një diçka e panjohur, të cilën nuk e ke përjetuar në vendin tënd dhe tash po vjen me një fe ndoshta që është pak më e çuditshme, ose një mënyrë të jetuarit krejt ndryshe,
diçka që ndoshta në fillim kam pas probleme edhe në kuzhinë se kisha atë instiktin me reagu dhe me thonë mos e ha këto se nuk është e mirë, dhe me thonë ki lloj-llojshmëri të gjërave të cilat kur kthehesh mbrapa. Ku pe një ambienti familjar, pastaj kalon vetë dhe e gjithë bara është tek ti se si me ja dal sa më mirë që është e mundur. Padyshim. Tash e di që jam mësuar edhe me muzikë indiane në prapavi dhe ka pas shumë përjetime të cilat do të ishin të pamundura sikur të kishin me ndodhur në vendin tënd, jo vetëm në Kosovë, mirë po flas në përgjithësi rekomandohet që të studiohet të paktën një pjesë jashtë vendit, për shkak se me të vërtetë nuk është vetëm çështja e edukimit a është më cilësor apo jo cilësor në vendin ku e bën atë edukim, mirë po është e gjithë ajo paketa me informatat kulturave të ndryshme, me një sistem tjetër të edukimit, dhe me mundësit që ti të bësh totalisht e pamvarur dhe të menaxhosh buxhetin, të shkosh lirshëm në shumë qytete pa pasur atë ndjenjen e frikës se dikush duhet përcjell, sepse ne në Kosovë me të vërtetë jemi vend i vogël dhe jemi mësuar që të jemi shumë me një mbrojtje njëri me tjetrin, kështu që edhe ajo, domethënë jetesa në një qytet të madh e ka është një mësim në vete. Me qenë se jemi në minutat e fundit bisedës, Arta, për gjithë ata studentë të cilët po bëhen gati, të cilët kanë fituar bursa, mund të tregosh pak më në detaje se çfarë duhet kenë ata parasysh në përgatitjen e tyre, qoftë për të hyrë në teste, në përgatitjen e tyre qoftë për të shkuar jashtë vendit. Ka shumë studentë të cilët marrin bursa, kanë probleme pastaj me përgatitjen e dokumentacionit, telashet janë të shumta. Po, fillimisht unë i rekomandoj të gjithë ata që po na ndjekin që të bëjnë një hulumtim përmes Google për qytetin se ku kanë me jetu. Domethënë prej hartës se si duket vendi, cilat janë mundësitë për transport publik, sepse kjo është pjesa që më shumë t'i shpenzon. Edhe kështu djeg zemra që po të shkojnë paret kot kur e kupton mandej që i pas na pas edhe 10 mundësi tjera shumë më të lira se sa këto që e përdora. Gjithashtu shumë e rëndësishme që kur të furnizohen me ato mobilet e para, për shkak se në përgjithësi dhomat nuk janë të mobiluara, mungojnë shumë gjëra, është mirë që të bëhet një hulumtim se cilat janë vendet më të lira që preferohen për studenta. Tash ka shumë informata në internet sa që me të vërtetë është pothuajse e pa me thonë e pa mundur me shku me një vend pa informata, sepse me të vërtetë nuk llogaritesh që je nivel i ngritur nëse nuk ke lexuar paraprakisht. Kërkojnë maksimum. Po, kërkojnë maksimumin për qytet. Të lexohet bajgisht shumë për programin, për shkak se të paktën të ndihmon të familiarizohesh me atë se çka do të studiosh dhe mos me marrë shumë afër zemrës, se shpesher pritjet dhe realiteti janë ndryshe, kështu që duhet me qenë sa më të relaksuar dhe mu mundu me shiju shumë atë eksperiencë. Ajo faza e vështirë e marrjes së bursës, tash veç ka kalu besoj prej shumë bursave, sepse janë ose në pritje të përgjigjes definitive, ose janë në fazën kur vetëm jam refuzu. Kështu që është mirë me shiju çdo moment të kohës kur jeni atje, mos keni paragjykime edhe nga njerëzit, sepse do të takoni shumë njerëz të çuditshëm, ndoshta njerëz që mendoni që se kanë vendin aty, por që kur kthehesh mbrapa mas një viti e shet që të ka ndryshu dhe besoj që pozitivisht për shkak se me të vërtetë mëson shumë çka si në aspektin e edukimit ashtu edhe të kulturës. Mirë. Arta, minutat shkuan shumë shpejt, desha pak me bisedu edhe për ato obligimet pas përfundimit të studimeve, çfarë ofrojnë bursat, a jeni të obliguar që ktheheni të kontriboni për shtetin, mirë po koha ka kaluar, është koha të kalojmë vidin te kanali 3 i RTK-s, do ta shfrytëzojmë rastin, flasim ndonjëherë tjetër, një arsye tjetër me të ftuar prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Miq të dashur, këtu përfundojmë biseda me mysafiren e ftuar, kalojmë vidin te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak.